Ndërkaq kur jemi tek ky projekt, nëse mund na tregoni pak më shumë për kostën e projektit, afatet që janë afatet kohore, kur pritet të përfundojë pra ky projekt? Ky projekt përbohet prej dy fazave. Faza e parë është prej 2 kilometrash. Si qeveri, para 2 vitesh, këtë 2 kilometrshin i cili ka filluar të ndërtohet më shumë se një dekadë, e hasëm të papërfunduar. Të njëjtin e përfunduam, por si i tillë nuk kryente punë sepse duheshte të lidhet me pjesën e dytë ose fazën e dytë që është 10.5 kilometra. Pjesa e dytë, 10 kilometrëshi i dytë, është një ndër projektet më të kushtueshme në Europë, me një kosto prej dikon mbi 200 milion euro. Kemi aplikuar për një kredi dhe një grant të fituar nga Unioni Evropian. Kredia përbëhet prej 167 milion euro dhe granti 30.8 milion euro. Që të dyja këto u nënshkruajtën me 6 korrik në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, do të u fituan, nuk kemi asnjë pengesë. Tani jemi në fazën e marrjes së lejes së ndërtimit, e cila do të përfundon deri ka dita e hënë dhe lëshohet nga Ministria e Transportit, kështu që me shumë kënaqësi them që me 26 gusht më do të fillojnë punimet. Kohëzgjatja sipas realizuesit të punimeve që është një kompani vendore, është Graniti, është do të thotë në periudhë prej 4 vitesh, mirë po